Të nderuar dëgjues dhe shikues të radios Sibilat e Veriut dhe të podcastit tonë. Ju përshëndesim përzemërsisht. Urojmë që të keni kaluar një javë të bukur dhe dëshirojmë që një fillim jave sa më të qetë, të mbushur me mirësi dhe momente të këndshme pranë më të dashurve të tuaj. Ju rikujtojmë se ju pret një takim i veçantë në programin tonë. Gjurmët e kombit në letërsi, histori, tradit, kultur janë hapësirë ku fjala, kujtesa dhe identiteti ynë marrin jetë përmes temave që na lidhin me rrënjët tona. Këtë herë do të ndalim tek një temë sa i bukur aq edhe e thellë. Magjia e prallave dhe ndikimi i tyre mental në botën e fëmijëve, një temë që ka përzgjedhur zonja Angelina Pecaj. Prallat janë hapa i parë i imagjinatës, janë dritarë dhe para drejt botës së ndjenjave dhe kuptimit. Përmes tyre fëmijët mësojnë të ndrojnë, të dallojnë mirën nga e keqja dhe të ndërtojnë botën e tyre emocionale. Ato nuk janë vetëm tregime, por një pasuri shpirtërore që formson mendjen dhe zemrën e brezave. Ky emision do të drejtohet nga unë, Gëzima Igeraj, që siç e shihni sot jam shumë edhe i mbyllur nga zëri, por do të përpiqemi ta japim maksimumin që edhe ju na dëgjoni mirë. Nga zonja Angelina Pecaj dhe nga zonja Brenda Sejdia. Një mirëseardhje të veçantë për bashkëdrejtuesit e emisionit, zonjën Angelina Pecaj dhe zonjën Brenda Sejdia, me të cilat do të ndajmë të bisedë të ngrohtë dhe kuptim plot. Ju ftojmë të bëni pjesë aktive e këtij programi përmes komenteve dhe telefonatave tuaja, duke ndarë mendimet, kujtimet apo përvojat tuaj me prallat dhe ndikimin e tyre. Radio Sibilat, përgjithësi e kulturës dhe identitetit shqiptar. Qëndroni me ne, sepse çdo fjalë ka një rëndë dhe çdo rënje ka një. Edhe një herë, zonja Brenda, mirëmbrëma dhe mirësevini në emisionin tonë përbashkët. Gjithashtu zonja Angelina Pecaj, mirëmbrëma dhe mirësevini në emisionin. Zonja Brenda? Zoti Gzim, mirëmbrëma, mirë se ju gjejmë, mirëmbrëma mike, kolege, bashkëpunëtore tashmë në podcastin tonë Angelina Pecaj, mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Sibilave të Veriut. Jo kërkojmë ndjesë për teknikën si fillim, megjithse këto kur jemi në një radio internet normalisht që këto gjëra ndodhin. E falenderojmë bashkëpunëtorin tonë për temën të cilën e ka ideuar sonte, pasi është një edukatore e mirëfillt, një profetore e shkëlqyer, e mirë përgatitur. Por besoj që sonte nga ky podcast do bëhet akoma më i dashur për fëmijët, sepse kur mendon për edukimin e tyre, për formimin e tyre, është krejtësisht normale që ti po i shërben të ardhmes tyre, jo vetëm në ditët e sotme, po shërben në formimin personal, që nesër pas nesër ata të jenë liderët e këtij vendit, pas për të ardhmen e fëmijëve tanë. Edhe njëherë faleminderit zonja Angelina, fjala kalon tek ju. Faleminderit shumë Zosh Brenda, faleminderit shumë Gzim për ftesën që më keni bërë. Mirëmbrëma dashur dëgjues të Sibilat podcast. Sot do të jetojmë së bashku në një botë ku koha ndalon. Po e pamundura bëhet e mundur dhe ku çdo fjalë ka një dritë të fshehur brenda saj. Tema i tyre në botën e fëmijëve. Prallat nuk janë vetëm një histori për të veçlit, ato janë një pasuri shpirtërore, një mënyrë për të kuptuar jetën, për të kuptuar frikën, guximin dhe dashurinë. Siç thot një mendimtar i njohur, fëmijët kanë nevojë për pralla më shumë se sa për shpjegime, sepse përmes prallave ato i nxjerrin vetë shpjegimet. Sonte së bashku me kolegët e mi Brendën dhe Gzimin do të flasim për fuqinë që kanë prallat, për ndikimin e tyre në formimin e fëmijës dhe për rolin që ato luajnë në ndërtimin e imagjinatës dhe botës së brendshme. Gjatë emisionit do të dëgjoni edhe pjesë nga prallat që ne kena përzgjedhur. Faleminderit zonja Angelina. Miq të nderuar, neve pra siç ju informuam,
Zonja Angelina ka propozuar këtë temë dhe ajo do t'i pri bloku të parë të emisionit dhe do t'na flasë pak për prallën si fillim të imagjinatës tek fëmijët. Ka një moment veçantë në jetën e çdo fëmije kur çdo fjalë, ku një zë apo një tregim hap një derë të dukshme për një botë tjetër. Është bota e imagjinatës ku një hapësirë është gjithçka e mundur, ku kafshët flasin, yjet bien tokë dhe kontrat marrin formë. Dhe shpesh kjo botë fillon me një prallë. Prallat janë një ndër burimet më të hershme të imagjinatës tek fëmijët. Ata nuk ofrojnë vetëm histori, por krijojnë skena të gjalla në mendjet e tyre. Kur një fëmijë dëgjon një prallë, ai nuk sheh një imazh të gatshëm, por ndërton vetë atë, një pyll i errët, të gjitha marrin jetë përmes imagjinatës së tij. Një nga arsyet pse prallat janë kaq shkëlqyeshme është sepse ato nuk vendosin kufi në botën e tyre. Ligjet e realitetit mund të ndryshojnë. Një gur mund të flasë, një zog mund të jap këshilla, dhe një fëmijë i vogël mund të bëhet hero. Kjo liri i jep fëmijës guximin për të menduar përtej asaj që sheh jetën e përditshme. Përmes prallave, fëmijët mësojnë të ndërtojnë historinë në mendjen e tyre. Fillojnë pyesin, çfarë ndodh më pas? Ose sikur të ndodhte ndryshe. Këto pyetje janë shenja të një imagjinate aktive. Me kalimin e kohës, kjo aftësi shndrohet në kreativitet, në aftësi për të gjetur zgjidhje të reja dhe për të krijuar është se prallat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë lidhje midis botës reale dhe asaj imagjinare. Një ndjenjë frike mund të marrë formën e një dragoj, një dëshirë mund të shfaqet si një yll që plotson ëndra. Kjo mënyrë simbolike të mentorit është tërësore për zhvillimin emocional dhe intelektual. Roli i rrëfimit është po aq rëndësishëm sa vetë historia. Një zë që të tregon një prallë, fëmijët kjo përvojë është veçantë sepse i fton ata të dëgjojnë me vëmendje të magji, mendje dhe të ndërtojnë botën në mendjen e tyre. Në mungesën e imazheve të gatshme, imagjinata bëhet jetë kryesor. Në një kohë kur fëmijët janë të rrethuar nga ekranet dhe pamjet të gatshme, prallat mbeten një hapësirë e lirë për imagjinatën. Ato nuk e kufizojnë mendimin, por e zgjerojnë atë. Një histori e thjeshtë mund të hap rrugët për ide pa fundme. Prallat gjithashtu nxisin edhe shprehjen personale. Fëmijët mund të dëgjojnë shpesh tregime, fillojnë të tregojnë historitë e tyre. Ata mund të ndryshojnë fundin, të shpikin personazhe të rinj apo të ndërtojnë krejtësisht botë të reja. Kjo është një shenjë e një imagjinate të shëndetshme dhe aktive. Por mbi gjitha, prallat i japin fëmijëve një dhuratë të çmuar, aftësinë për të ndëruar. Në një botë që shpesh kërkon përgjigje të shpejta, konkrete. Imagjinata dhe e mundur për këta fëmijë. E pikërisht kjo hapësirë është e gjatë që i ndihmon fëmijët të rriten me një mendje të lirë, me një mendje krijuese. Në përfundim, prallat janë shumë më tepër se sa tregime për fëmijë. Ato janë fillimi i imagjinatës, një dritare drejt botërave të reja dhe një burim i pafund kreativiteti. Përmes tyre fëmijët mund të mësojnë jo vetëm të dëgjojnë, por dhe të krijojnë, të ndërrojnë dhe të besojnë në gjithçka të pamundur. Sepse çdo prallë të rrethuar është ftesë për të imagjinuar, dhe çdo fëmijë që imagjinon është një hap më afër krijimit të botës së tij. Zonja Angelina, me siguri ju keni përgatitur edhe pralla për të na lexuar apo treguar dhe ne i mirpresim ato. Unë në fakt nuk jam e kufizuar në një vetëm në një vend të prallave. Jo, jeni shumë e lirë të lexoni sa të doni. Po, dhe unë dhe shtete nga cilat na vinë prallat. Spari do ta nis me prallat franceze,
Nuk janë edhe fort të njohura, zakonisht janë prallat ruse apo arabe, ndërsa prallat franceze për lecutit jo fort të njohura ose pa me Tek ne në Kosovë zakonisht njihet La Fonteni, pra si maja e prallave deri në tani që ka krijuar, por kohët kanë krijuar pastaj edhe autorë të tjerë pra kanë prodhuar. Unë kam gjetë prallën molla, është një prallë shkurtër, por me një mesazh shumë të thellë dhe të bukur, qoftë nga ana strukturore, por edhe nga ana përmbajtësore. Na ishte një herë një mbret që kishte 3 djem. Të gjithë i donte një lloj dhe nuk dinte se cili t'ja linte trashëgim hodhi një mollë në pyet të dhosaj të djemve. Shkoni dhe kërkoni mollën. Ati që do ta gjej, do t'i jap kurorën time. Të 3 morën nga një ëmbëlsirë për ta ngrënë dhe u nisën të kërkonin mollën e djali i madh takoi një burr që i tha: "Voglush, a më jep një copës nga ëmbëlsira jote?" "O jo, fëmia, mezi më mjafton për vete." Djali i dytë takoi një njeri që i tha: "Voglush, a do të japësh një copë nga ëmbëlsira jote?" "O jo, fëmia, mezi më mjafton për vete." Më i vogli 3 djemve takoi po atë njeri, i cili i bëri të njëjtën pyetje. "Merrini tërë ëmbëlsirën time," ju përgjigj djali. "Voglush, ti më dhe ëmbëlsirën tënde, kurse unë do të t'jap mollën. Ja ku e ke." "Vërma në ngjuj," tha djali. "Kështu, në qoftë të takoj vëllezërit e mi para të mbërrinë në shtëpi, ata nuk do të shohin dhe nuk do të mund të më marrë." Vëllai i madh dhe vëllai i dytë u takuan në shtep. E gjete?" "Oh, jo." "Po ti?" "As unë nuk e gjeta." "Kush e dia do ta ketë gjetur vëllai ynë." Tek po thoshin këto fjalë ato vun re vëllain e vogël. "A gjete mollën?" e thirrën ata. Djali mohoi duke kundër kokën. Por vëllezërit e detyruan të flitën dhe ja pan mollën në gjuhë. Atëherë ata e vranë dhe e gruposën në një pjesë dhe u kthyen në kështjellin e mbretit pas të mollën. I jati pyeti: "E po mirë, një për ju që gjeti, e gjetëm të dy një herë." "Ti, nuk ka mundësi." Po, kështu është." "Ku është të vllai juaj?" "E kemi parë." Disa ditë më vonë, shkoi të kulloste kopej një baresh bashkë me qenin e saj. Duke gërryer tokën, një zbuloi një kos që kishte 3 fytyrë. Baresha vuri në buzë, ryu në të dhe kocka zuri të këndonte. "Bjeri fyllit, o baresh, në pyllin e orandës, më vran mua të gjorin, për të marrë mollën mbretërore." Baresha u hapi shumë dhe e mori për vetë kockën. Rrugës takoi një burr, një kal dhe i tha: "Shikoj çfarë gjej." Frikës e dhe kocka nisi të këndonte. "Bjeri fyllit, o kalorët, në pyllin e orandës më vran mua të gjorin, për të më marrë mollën mbretërore." Pikërisht ka qast aty pari ku ka qenë mbreti, që pikë e vrejë të kërkon të përbë djalin e vogël. Ai i dëgjoi këto fjalë të çuditshme dhe e pyeti nga vinte. Atëherë i treguan kockën dhe u fryu në të dhe kocka zuri të këndonte. "Bjeri fyllit, o baba dashur, në pyllin e orandës më vran mua të gjorin, për të marrë mollën mbretërore." Mbreti dha urdhër të shkonin e të sillnin aty të 2 djemtë e tjerë. Kur ata i fryn kockën, ajo zuri të këndonte. "Bjeri fyllit, o vëlla të mbretërore." Duke dëgjuar këtë fjalë, mbreti kuptoi gjithçka. Prandaj urdhëroi që të 2 vrasësit ta paguanin me kokë krimin e tyre. Në fakt, ne kemi një baladë në gjuhën shqipe të përafërt me këtë, balada e Tanës, që 2 dashuruar me njëri tjetrin komunikonin përmes fytit të bariut. Dhe një ditë bariun e zan
grabitqarët i marrin qentja lidhin, ndërsa deshtja therin, dhe e thot, kam një dëshirë të fundit, thot, dhe ti bie edhe një herë fyllit përpara se të vdes, dhe ato ja japin, dhe ky përmes fyllit e këndon tane more tane, zgjo katundin dhe babane, se mua lidh me kane, desh në hell mi vunet dhe qenë mi branë. Dhe kështu përmes këngës të fyllit arrin që të shpëtoje veten Bariu. Zonja Angelina, do lexoni edhe ndoj pralla, po të kalojmë tek zonja Prenda që pastaj ne do të vazhdojmë përsëri. Do të kisha lexu edhe një nga prallat ruste që ka të bëje me virtytet që duhet të ketë një grua. Nuk është shumë e gjatë kjo. Na ishte një herë një fshatar të cilit ja thoshin emrin Ivan, me gjithë të shoqet e quanin Arian. Një ditë e dërgoi të shoqen në ar për port të thekër. Ariana vajti në ar, korri një pëllon në vend, sa për të shtrirë një njëri, u shtriti, jeti mirë, pastaj u ngrit dhe u kthye në shtëpi, si ti ishte thyer mesi duke punuar. Ka moj grua, pyeti shoqi, a korre shumë sot? Lëvduar qoftë Perëndia një vend e kurra. E po mirë, sa me pyeti fshatari, do të thotë se njëra ar u mbarua. E nesërmën, Ariana vajti prap në ar, korri një pëllon në vend të rrak, i deri në të mishtur. Kështu bëri edhe ditën e tretë dhe të katërtën dhe tëra të javë. Erdhi koha të vete në arë të lidh duajt, tha me vete fshatar. Vete në arë mirë për çdo shoh, tekra është e tëra pa korrun. Aty këtu është korrur një pëllëm vend, po aq pak e sa mezi mund të shtrihet një njeri. Nisi të kërkoj të shoqen dhe pa që ajo ishte shtrirë në një vend të vogël dhe po gëbiste për 7 palë qefe. Fshatari u kthye në shtëpi më një herë, mori një palë gëshër, vajti prap në ardh dhe ja qeti fare kokën së shoqes. Tha mbaroi punë kthye në fshat. Ariana fjeti sa fjeti më në fund të zgjua. Vuri dorën në kokë dhe zuri të thoshte me veti. Ç'të ketë ndodhur kështu me mua? Edhe unë jam, edhe koka sikur s'është e itnja. Po ngrihem e po vete në shtëpi. Në zën qenë të me lejtë do të thotë se unë nuk jam Ariana. U nis për në fshat dhe vajti drejtën e isëve të saj. Atje pyeti në që poshtë dritares. Në shtëpi është Ariana? I shoqi e nuhati si qëndronte punat dhe ja ktheu. Në shtëpi. Ndërkaq qeni doli poshtë portës. Nuk e njohu të zonjën e shtëpisë dhe ju lëshua si një huaj duke thënë për kindash të fustanit. Po çfarë Ariana? U ambathi këmbëve dhe shpëton të kokë. Dhe zuri të ende i arave, të shoqit i erdhi keq dhe e fali. E atëhere Ariana zuri të kokë të le në arë. Faleminderit zonja Angelina. Ne do të rikthehemi më pas për t'i dhënë fjalën tani më zonjës Prenda Sejdia në bllokun e dytë të pjesës së saj për prallën. Pra pralla dhe formimi emocional tek fëmijët. Faleminderit. Në fakt, leximi që bëri kolegja është pikërisht në kohën kur fëmijët e vegjël duan të fletë në momentin e duhur. Faleminderit Angelina. Në botën e fëmijëve gjithçka fillon me një tingull, një zë, një tregim. Që në momentet e para të jetës, fëmijët lidhen me botën përmes fjalës së thënë, përmes ritmit të zërit e përmes historive që rrethehen. Në këtë univers të trisht dhe plot imagjinat, prallat zën një vend të veçantë. Ato nuk janë thjesht tregime për princesha, mbretër apo krijesa magjike. Ato janë ura që lidhin botën dhe personalitetit të fëmijës. Prallat kanë qenë pjesë e kulturës njerëzore që nga kohët më të hershme. Ato
Fëmijët shpesh e shohin veten te heroi i tregimit, te ai që përballet me vështirësi, ndjen frikë, por në fund ai arrin të triumfojë. Ky proces i ndihmon ata të kuptojnë se ndjenjat si frika, xhelozia apo trishtimi janë të natyrshme dhe se mund të kapërcehen. Në këtë mënyrë, përrallat bëhen një mjet i fuqishëm për të përballuar emocionet. E përmes përrallave, fëmijët mësojnë gjithashtu për empatinë. Kur ata dëgjojnë për një personazh që vuan apo përballet me padrejtësi, ata fillojnë të ndjejnë dhe mshuri. Ky është hap i rëndësishëm zhvillimin e inteligjencës emocionale. Empatia nuk mësohet vetëm përmes rregullave apo udhëzimeve. Ajo ndërtohet përmes përjetimeve dhe përrallat janë një mënyrë e sigurt dhe i bukur për ta përjetuar atë. Një element tjetër i rëndësishëm është struktura e përrallës. Shumica e tyre ndjekin një rrugëtim të qartë, një fillim i qetë, një konflikt apo sfidë dhe një zgjidhje. Kjo strukturë ndihmon fëmijët të kuptojnë se vështirësitë janë pjesë e jetës dhe se ato mund të zgjidhen. Kjo jep atyre një ndjenjë sigurie dhe besimi në të ardhmen. Edhe kur historia është mbushur me momente të tensionuara, përfundimi i saj zakonisht sjell një mesazh shprese. Përrallat gjithashtu ndihmojnë në zhvillimin e imagjinatës. Një fëmijë që dëgjon për një botë magjike fillon të krijojë në mendjen e tij skena, figurë, gjëra. Është një proces që ndikon në kreativitetin dhe aftësinë për të menduar në mënyrë të pavarur. Imagjinata e zhvilluar është një bazë e fortë për zgjidhjen e problemeve për krijimtarinë në jetën e mëvonshme, një aspekt që shpesh nënvlerësohet dhe është roli i zërit të përcjell përrallën, sidomos në radio. Zëri ka një fuqi të veçantë. Gjallë dhe mendjen e dëgjuesve. Për fëmijët, dëgjimi një përrallje në radio është një përvojë intime dhe e veçantë. Ata nuk shohin imazhet e gatshme, ata i krijojnë vetë në mendjet e tyre. Kjo e bën përvojën më të pasur dhe më personale. Në një kohë kur teknologjia ofron shumë forma të argëtimit vizual, përrallat e rrëfyera mbeten një mjet i qëllimin emocional. Ato nuk e mbingarkojnë fëmijën me stimuj të jashtëm, por e ftojnë atë të marrë pjesë aktivisht në procesin e krijimit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për zhvillimin e përqendrimit dhe dëgjimit aktiv. Përrallat kanë dhe një rol edukativ. Ato përcjellin vlerat si ndershmëria, guximi, miqësia dhe padrejtësia. Nga mësimet e drejtë për të drejta, këto vlera nuk imponohen, ato impërjetohen. Kur një fëmijë sheh se si një personazh shpërblehet, për veprat e mira ose ndëshkohet për gabimet, ai fillon të kuptojë rëndësinë e sjelljes së drejtë. Një tjetër dimension i rëndësishëm është lidhja emocionale që krijohet gjatë tregimit të përrallave. Kur një prind, një gjysh apo një zë në radio rrëfen një histori, tregohet një ndjenjë afërsie dhe sigurie. Kjo lidhje është thelbësore për zhvillimin emocional të fëmijës. Ajo i jep atij ndjesinë se është i dëgjuar, i kuptuar dhe i dashur. Megjithatë, është e rëndësishme që përrallat të zgjidhen me kujdes. Ato duhet të jenë të përshtatshme për moshën e fëmijës e të trajtojnë tema që ata mund t'i kuptojnë. Një përrallë shumë e frikshme ose shumë komplekse mund të shkaktojë konfuzion apo ankth. Prandaj roli prindërve dhe edukatorëve është thelbësor në përzgjedhjen dhe mënyrën e rrëfimit të tyre. Pra përrallat janë shumë më tepër se sa histori për një fëmijë. Ata janë një mjet i fuqishëm për formimin emocional,
zhvillimin e empatisë, imagjinatës, vlerave njerëzore. Nëpërmjet tyre fëmijët mësojnë të njohin veten e botën që i rrethon, dhe ndoshta në një mënyrë të thjeshtë por të thellë, ato i ndihmojnë të rriten. Prandaj, le të mos e harrojnë fuqinë e një prrale, të thënë me zë, sepse çdo tregim fshihet një mundësi për të ndërtuar një botë më të ndjeshme, më të kuptueshme dhe më njerëzore për fëmijët tanë. Tani do dëgjojmë një tjetër fragment nga një prrallë, të cilën unë e kam krijuar vetë. Mërgjyshi, shtamba e zezë dhe mbreti i luan. Prrallë për fëmijë e të rinj të moshës 8 deri në 14 vjeç. Mbreti i lepujve të pyllit quhej Mërgjyshi dhe zotëronte një familje të madhe, por ishin shumë të edukuar. Respektonin fjalën e mendimin e njëri tjetrit. Saj apo marrëdhëniet me familjet të tjera të leporushëve. Për festat të veçanta shtëpia e leporushëve Mërgjyshi gumëzhinte nga lëvizjet pasi bijat e martuara vinin me fëmijët e tyre dhe bëhej gazmend i madh. E kjo ndodhte internetin se kemi në dorë. Mirë po një tjetër familje leporushesh në pyll që jetonte aty pranë, quhej familja e njohur e Shtamba e Zezë. Kështu quhej dhe mori përsipër që të ankohej të mbreti pyllit që ishte Luani, e ashtu bëri. Një herë, po afronte festa e madhe e vitit të ri, e pyllin e kishte mbuluar një brusk dëbore, pra kishte zbardhur për lezet, por nuk bënte ashtu. Meq, bia, një përembesa kishin ardhur plotësi për herë dhe në oborrin e Mërgjyshit tradita vazhdonte si gjithmonë me këngë valle, humore të qeshura. Por, ky lezet ndodh që nuk ishin jo kujto. E kështu si pënkoi as familjes arushve të Shtamba e Zezë, që kishin komshi të parë. Ky i fundit, që gazmendin dhe po e shionte, por dhe po e shkatëronte nga nervat e inati djallit, Shtamba e Zezë lajmëroi mbretin e pyllit dhe krerët e kafshëve tjera se në lagjen aty në pyll po bëhej zhurmë e madhe dhe neveritshme, sa askush nuk ka rehati as kënaqësi jo e jo. Atje ka lotra muzikë, përcime valle dhe adrenalina ka zapuar pyllin. Unë jo, as e duroj dot atë kënaqësi që ka aty. Ajo dehje na ka zënë keq, ja thoshte në telefon Luanit. Leporushe Pupelja, që ishte shumë e zgjuar dhe e kujdesshme njëkohësisht, honep si diçka që po nisu nga emri se s'ke shpret më shumë. Se dhe emri të përndjet, mirë po për këtë që dëgjojnë nga kopisët e Shtamba e Zezë, ja tha kërë familjarit Mërgjysh, pikërisht atë natë dhe gjithçka vinte nga xhelozia. Mirë po Mërgjyshi as e buri ujë në zjarr për të shqetësuar, mirë bia ime, inteligjente, faleminderit që je kaq e bukur, e zgjuar, e mbi gjitha vigjilente dhe e kujdesshme. Por detyra jonë është të qerasim me pijet nga më të mirat pranishmit, të shtrojmë një darkë të bollshme, detyrat që u caktuan për të kryer në kohë. As gjysmë ore nuk kaloi dhe pranë shtëpisë Mërgjyshit po dëgjoheshin zëra dhe sa vinin e bëhej më e madhe zhurma. As po kuptonin se ç'po ndodhte, por leporushja veshgjat që dëgjonte shpejt, lajmëroi familjarët që po mirëprisnin shumë meq dhe në kryefamiljari Shtamba e Zezë, që nuk fshihej dot, pasi nuk e lejonte Luani, e kjo disi ja shtoi bezdit. Me të mbritur miq e shumë të pyllit, që me vete kishin dhe një grup policësh që quheshin inspektor
Jam Lu, shef policies Skandi, patrullor Kosta dhe Livandra. Me të ardhurën e obor, gjithë përfaqësuesit e pyllit, përpara u doli një pamje madhështore buzagaz, me fjalë të ngrohta e miqësore ndaj të gjithave ky gest i shtangu të përsaardurit. Aty duke i shesha xhelozia, inati, plot dorë dhe shpirti i zi i shtambës së zezë përpara të gjithëve. Mendoj me vete dhe përushe vesh gjata. Jo më tot kam thënë se ashtu si mbi emrin, pas kam shpirtin, edhe ky fqinim të ftyrësh. Kot qenë nga sa të rrah shpatullat e të ngjanë sikur të ngrohtë. Jo, ky qenë nga përthikat pas shpine. Situata filloi të bëhej më e qetë pasi lepurushi shpejt, mbushi tavulinat aq sa gjitha kafshët e ardhura nga pylli zgurdulluan syt mbi pijet e ushqimet e servirura enkas për ta në këtë natë të vitit. Sa shtuan kërkesën në mundshin ta ngrysin të nesërmën ashtu, pa gjumë, por me këngë, gazelodër, e ashtu bë. Shtambajzë që ishte bërë pik, jo veç se nuk kishte më nur mes atyre miqve, por u bë aq sa të përciste nga inate dhe kjo duke nga që ai nuk po bënte do të zë e turbit ju qef. Ajo maska e fqinjesis mirë, nuk duke e jo më të hanë të atë pinte, as një vën, a ka fshat jo e jo. Kështu u gdhi mëngjesi, mes Haris e Lumturis, pas kësaj luani mbreti i pyllit vendosën që në takimin e parë mes mbretave të pyllit të dekorohej mbreti i lepujve të pyllit. E kështu bë, pa një pa dy, e pa ata mbajzes, çfarë thua mbreti i pyllit? Po ne përse gjendemi në mbrëmje këtu, a mendon për ndëshkim të thyrjes rregullave apo depurime? Dëgjoj shtambajzes, dhe ju të pranishëm. U lajmërova që këtu bëhej skandal në zhurma të vërtetë. Ishte pa përsyer. Ju lutem shtambajzes, mos u bëj i keq me veten se pëson patjetër. Shtambajzes sa nuk flasin nga zemrimi. Turpi i inati që doli aq hapur para botës kafshëve. Ky që mësimi më efektiv dhe shpejt ndryshoi në sjellje fqinje shtambajzes. Kurse Lani mblodhi gjithë ç'kishte sjell me vete, e duke u përshëndetur e falenderuar me të pranishmërit për gostinë e nderimet që ju bën në natën e ndrimet viteve nga zemërgjërsia e mëgjyshit me familje, u ala porosin për takimin në mbretërinë e madhe të pyllit, sepse për të nderuar rradha do ishte për mëgjyshin. Faleminderit zonë. Prava, pak e gjatë, por Faleminderit. Sigurisht neve edhe njerë po i kërkojmë falje dëgjuesve për problemet me internet që kemi, por besoj na mirë kuptojnë, ndërsa qëllimi ynë është që të sjellim pra ato që neve kemi planifikuar për dëgjuesin tanë. Nëse keni për të mësimi kryesor i kësaj prallë është mirësia, bujaria dhe sjellja e mirë triumfojnë gjithmonë mbi zilin, xhelozin dhe liksin. Faleminderit edhe njerë, miq të nderuar, ne do të kalojmë në blokun e tretë, do të përpiqem unë që flas diçka për prallën si mësim moral dhe filozofik tek fëmijët, me një atë që kam, pra, ndërsa prallat për t'i lexuar dhe treguar doja lënë zonës brenda, por unë do të përpiqem të paktën t'i them disa fjalë për aspektin moral dhe filozofik të prallave. Në botën e fëmijëve, prallat nuk janë vetëm një formë argëtimi, ato janë një mënyrë e hershme për të kuptuar jetën, për të dalluar të mirën nga e keqja dhe për të bërë pyetjet para filozofike. Në duket thjeshta këto tregime mbartin mesazhe të thella që ndikojnë në mënyrën se si fëmijët e perceptojnë botën dhe vendin e tyre në të. Që në moshën të vogël, fëmijët përballen me pyetje të mëdha: çfarë është e drejtë? Pse ndodh e keqja? A shpërblet gjithmonë e mira? Prallat nuk japin përgjigje drejt për drejt si një mësim shkollor, por i trajtojnë këto çështje përmes historive dhe personazheve. Kjo i ndihmon fëmijët të reflektojnë dhe ndërtojnë kuptimin e tyre për moralin.
Një nga elementet më të rëndësishme të prallave është ndarja e qartë midis të mirës dhe të keqes. Personazhet shpesh përfaqësojnë vlera të caktuara. Heroi është i ndershëm dhe guzimtar, ndërsa antagonisti shpesh është egoist apo i padrejt. Një kontrast ndihmon fëmijët të kuptojnë se veprimet kanë pasoja dhe se zgjedhjet që bëjnë ndikojnë në jetën tonë dhe të tjerëve. Por prallat nuk janë gjithmonë kaq të thjeshta. Në shumë raste ato paraqesin situata ku personazhet duhet marrin vendime të vështira. Këto momente janë thelbësore për zhvillimin filozofik të fëmijës. Ai fillon të kuptojë se jeta nuk është bardhëzi, por plot nuanca dhe dilema. Për shembull, një personazh mund të përballet me zgjedhjen midis interesit personal dhe ndihmës ndaj tjerëve. Përmes këtyre situatave fëmia mëson, mendoj dhe të gjykojë. Të tjerat aspekte të rëndësishme është ideja e drejtësisë. Në shumicën e prallave, e mira triumfon dhe e keqja ndërshkohet. Kjo krijon një ndjenjë rendi dhe sigurie tek fëmijët. Ata fillojnë të besojnë se drejtësia ekziston dhe se veprat e mira kanë vlerë, edhe pse realiteti nuk është gjithmonë i drejtë. Ky besim i errshëm është i rëndësishëm për njohjes së vetes. Fëmijët, duke ndjekur një rrugtim, fillojnë të kuptojnë se edhe ata janë një proces zhvillimi. Roli i tregimit është gjithashtu thelbësor. Kur një prall rrëfehet me zë, ajo bëhet më shumë se sa një histori, bëhet një përvojë. Zëri, ritmi, emocionet e rrëfyesit i japin jetë personazheve në situata. Për fëmijët, kjo përvojë është një mundësi për të ndjerë dhe për të njëkohësisht ata vetëm të dëgjojnë, por edhe ta përjetojnë. Në një botë ku informacioni është i shpejtë dhe shpesh sipërfaqësohet atyre, dhe ndoshta pikërisht në thjeshtësinë e tyre prallat mbajnë një urtësi të thellë, se çdo rrugtim, sado i vështirë, është një mundësi për të mësuar, për të rritur dhe për të bërë më i mirë. Dhe ne prenda unë kaq kisha për këtë temë, ndërsa do ju kisha lut juve për shkak të gripit që më ka kap tamam për fyti, që na i lexoni ju disa pralla nga pjesët e mia. Po, me shumë kënaqësi, unë biles kam shkëput për sonte 3 pralla nga libri juaj i cili së shpejti të shohim edhe dritën e botimit, dhe brenda tij ka plot 365 pralla, i pari libër në botë me një sasi kaq të madhe, por për cilësinë flas me pahir. Faleminderit. Hudra, parfumi dhe miqtë e tjerë. Në një kuzhinë të ngrohtë dhe plot ngjyra, jetonin shumë miq të veçantë. Hudra, parfumi, kërpudha dhe lëngu i portokallit. Të gjithë kishin një detyrë të veçantë. Hudra ishte e fortë dhe e guximshme. Ajo thoshte me zë të lartë: unë i jap shije çdo pjate. Nuk ka ushqim pa mua. Parfumi, me aromen e tij të ëmbël dhe të freskët, qeshi dhe tha: unë e bëj sallën të nuhas si një kopsht me lule. Pa mua asgjë nuk do ishte aq e bukur. Kërpudha e butë dhe e qetë tha: unë sjell shijen e tokës dhe ndonjëherë bëj gjellën më të shishme se kurrë. Lëngu i portokallit me ngjyrën e tij të ndryshme shtoi: unë e bëj çdo pije të freskët dhe plot energji. Një ditë, kur gjithë kuzhina po përgatitej për një arë të veçantë, hudra dhe parfumi filluan të grindeshin. Unë jam i rëndësishëm, tha hudra, duke nuhatur fort. Jo, unë, sepse aromat e mia të ëmbla e bëjnë çdo vend më të bukur, tha parfumi, duke buzëqeshur. Grindja po bëhej gjithnjë më fort, derisa kërpudha dhe lëngu i portokallit u afruan dhe thanë: përse po grindeni? Të gjithë jemi të rëndësishëm në mënyrën tonë. Atëherë, një vajzë e vogël hyri në kuzhinë e tha: hudra, ti më ndihmon kur jam i sëmurë dhe ushqimet më bëhen të shijshme. Parfum, ti më bën të ndihem e lumtur kur të nohas. Kërpudha dhe lëngu i portokallit më japin fuqi dhe shije të mrekullueshme. Pa ju të gjithë, kuzhina nuk do ishte kaq e bukur. Hudra dhe parfumi përqafuan dhe qeshën. Ata kuptuan se të gjithë kishin vendin e tyre dhe se me e mira ishte të punonin bashkë. Mësimi moral i prallës është
Në jetë të gjithë kemi cilësi të ndryshme dhe secili prej nesh është I rëndësishëm në mënyrën e vet. Kur bashkë të punojmë dhe respektojmë njëri tjetrin, arrijmë gjëra të mëdha dhe bëhemi më të fortë së bashku. Faleminderit zotëri Brenda. Një tjetër të rrallë, gënjeshtra dhe kundërgënjeshtra. Një ditë, në një fshat pranë lumit Drin, u mlodhën disa miq për të treguar histori dhe ndodhi interesante. I pari tha me zë të lartë: "Unë kam kapur një peshk të madh në lumin Dri. Ishte 400 kilogram e hiç më pak." Të tjerë u habitën dhe nisën ta pyesin se si e kishte bërë atë kapje. Po të them unë, një ndodhi edhe më të pabesueshme. Gjeta një tank në zallë. Në të njëjtin lum Dri ishte nga lufta e dytë botërore dhe dritat ende ishte ndesur. Të gjithë u habitën shumë dhe njëri prej tyre tha me habi: "Po si është e mundur? Si mund të ketë qëndruar atje kaq gjatë?" Por një burr tjetër që ishte aty afër tha me zë të qetë: "Shqyr dritat, tha ai, se ka ikur një gjysmë shekull, por ti nuk duhet të ulësh peshkun tënd, sepse çdo histori ka të vërtetën e vet." Të gjithë qeshën dhe menduan se ndonjëherë tregimet janë paksa të egzageruara, por nuk është keq të dëgjosh pak gënjeshtra të vogla për t'u argëtuar. Dhe në fund, të gjithë ranë dakord se më e rëndësishme është të dëgjojmë njëri tjetrin me zemër dhe të kuptojmë se disa histori janë më shumë për t'u argëtuar se sa për t'u besuar në mënyrë të verbër. Dhe mësimi moral: ndonjëherë njerëzit tregojnë histori që nuk janë krejt të vërteta, por ajo që ka rëndësi është të jemi të sinqertë dhe të kuptojmë që e vërteta dhe argëtimi mund të shkojnë në bashkë. Faleminderit. Bravo. Po, zonja Angelina? Unë do të lexoj nga Virgil Mufi, prallat e 100 net. Ashtu si thamë më përpara se prallat japin një mesazh fëmijës, po edhe të rriturit për triumfin e smirës dhe humbjen e skeqes. Në fakt unë jam udhëtare e prallave, I du pafund qoftë për strukturën, për personazhet, për ndërthurjet kohore që bëjnë, për të mundurën, të pamundurën, për personazhet dhe llojet e tyre. Dhe do të lexoj prallën I drejti dhe I shtremburi. Na ishin dy vetë duke shkuar rrugës. Njëri ishte I drejtë, tjetri ishte I shtrembur. U zon në fjalë këta të dy se I drejti I thoshte: "E drejta është më mirë", ndërsa I shtremburi I thoshte: "E shtrembërta është më mirë". Jo, e drejta, jo e shtrembra. Fjalët nuk mbaronin. Atëherë vun kush që të pyesnin një njeri do t'u dilte përpara dhe atij që do t'i dilte fjala do t'i nxjerrte shokut. Ece ju shfaq djalli me fytyrë njeriu. E këta e pyetën: "O zotëri, cila është më mirë, e drejta apo e shtrembta?" Djalli u thotë: "E shtrembta." E lanë të pyesnin edhe një tjetër. Ece ju shfaq djalli pra. Këtëherë, si plak, e pyetën: "Cila është më mirë, e drejta apo e shtrembta?" Edhe djalli u thotë: "E shtrembta." E lanë që të pyesnin dhe një të tretë. Ece përpara ju faneps djalli. Me një tjetër pakami, nga 2 herët e para, e pyetën: "Cila është më mirë, e drejta apo e shtrembta?" Ju përgjigj djalli: "E shtrembta është më mirë." Atëherë I shtrembti e mori të drejtin, e çoi afër një lisi dhe aty ja ndori sy. Si iku shkoi I shtrembti, I drejti u ngjit majat e lisit që të shkonte natën. Në mbrëmje erdhën djajt nga ishin nga si ishin dhe u mblodhen në lis. Kur u mblodhen të gjithë, u hodhi pari I djajve dhe zuri t'i pyet me radhë: "Çfarë keni bërë sot?" Njëri thotë: "Unë I shtiva qeren të bijes së mbretit." Tjetri thotë: "Janë disa vëllezër po ngrej një ur, unë kam bërë që mos t'ju qëndroj, ditën e ngrej, natën ju rënoh."
Edhe i treti thotë, unë kam shkuar 2 veta të qëroj njëri tjetrin. I pyeti i pari djajve, çfarë mund ta shkoj qerën? Veç u i kroj, po ura s'mund të qëndroj në këmbë. Do të marrin dhe janë urës në themel. Po qori, si bëhet tërmani? Duhet të fërkoj syt me hirin e zjarrit ton dhe ndoshen. I zbardhi drita, e të largua në shkuan në punë të vetë. Atëherë i verbri unë nga litë, mori hi, fërkoj sytën e qast, zuri të shoh krejt si para. Pastaj shkoj te kroj, mbushi ujë dhe u nis për në pallatin mbretit. Kur mbërriti atje, ju thot rojave, kam ardhur t'i shëroj qerën bie së mbretit. Por rojat e shtynë dhe nuk e lakën të brenda. Atë kohë, ky zë e vërtet, dua të flas me mbretin. E mbreti e dëgjon dhe thotë, që është ky njeri që vërtet? I kallzojnë rojat e i thonë, është i marrë që thotë se kam ardhur të shëroj qerën e bie së mbretit. Mbreti u dha urdhër rojave ta shtinin brenda. Edhe ky, kur sa hyri brenda i thot mbretit, veç unë mund t'ja shëroj qerën bie sate. U bin mbreti dhe nxori të bien, edhe ky ja leu kryp me ujin e krojit dhe sa kaq u shërua nga qerë. Atëherë mbreti e dërpiti me ndere të mëdha dhe i dha shtuaj me të. I mori njeriu i drejtë dhe u nis të bëjtë eventi ku i të lezit duke ngritur urën që ju thot. Që ta bëni urën të fortë dhe të qëposhme duhet të merrni gurë të themelit të kalasë së rënuar dhe t'ja vini urës të thellë. Ustallarët vepruan siç u tha njeriu i drejtë dhe ura në të pakurme. Edhe si shpërblim, ata i dhanë, u kthye i drejti në shtëpi dhe hasi njeriu e shtrembur që i kishte qërruar syt. U habiti shtrembri kur e pa shëndosh nga syt dhe me gjitha të madh dhe e pyeti. Ç'bëre që tu shëndoshen syt? Kur fitove gjitha ta flori? Edhe ai përgjigjet. Mi dha e drejta. Atëherë i shtrembri ju luti ju përgjurua që t'ja thoronte edhe aty syt e t'ja shpinte tek liçi të kaluar natën. Edhe i drejtë nuk ja prishi qefin, e nxori syt dhe e shkoi tek liçi. Kur u errësua, u ndodhen djajt, siç e kishin zakon. Dhe i pari pyeti dhe zuri të ptat më të madhe. Cili nga ju ja kallzuat mbretit si të shëronte të bijes qerën? Ustallarët ta ngrinin urën e fortë dhe qotët i vinin syt. Po djajt ngrinin supët të habitur dhe petoheshin që s'dinin gjë. Atëherë i pari tyre u nxe keq dhe zuri të ra. Atëherë, njëri prej djajve patë shtrembrit më e liçit dhe u kallzoi shokëve. Ja të qenë ka ai që na ka kallzuar. I shtrembri dëgjoi dhe nga frika u rrëzu e shkoi ra përmbi djajt, të cilët e morën dhe ra. Mirë pa e bën të mos rrinte dot. Ja pra, kështu e drejta kurse le të drejtin me u bjerë. Faleminderit zonja Angelina. Faleminderit, vërtet shumë e bukur. Zonja Pranda do analizoni edhe ju edhe një prallë. Po, edhe unë kam zgjedhur një dasëm me djaja ashtu. Bukur shumë. Është e juaja. Bukur shumë. Një herë një kohë në një fshat të vogël jetonte një bari i moshuar dhe beqar. Ai ishte gjithmonë i mërzitur sepse donte të martohej, por nuk kishte pasur fat ta gjente krushin e tij. Një ditë, bariu vendosi të organizojë dasmën e tij dhe për këtë do të merrte një bylyk të bukur të mbushur me dhimbje të mirësisë tij, si dhuratë për nusën. Ai shkoi në pyll për t'i kollotur dhitë dhe filloi të thërriste një nga një. Ku je një dhitë e mia? Dua t'ju bëj krushi për dasmën time. Por dhitë ishin shumë të trasha dhe nuk donin të qëndronin në radhë. Njëra shkonte andej, tjetra kënej, asnjëra nuk e mori seriozisht thirrjen e bariut. Bariu u mërzit dhe tha me inat, pa bëhet dasëm me djaj. Me këto dhi, nuk mund të bëj dasmën time. Në atë qast,
Nga pyllit doli një grup djemë të mirë e të zërshëm, të cilët dëgjuan problemin e Bariut. Ne do të ndihmojmë, thanë ata. Le të bëjmë një dansëm të bukur dhe të gëzuar. Bariu u gëzua shumë dhe së bashku me mish të filloi të përgatiste dasmen. Ata ndihmuan për të sjellë dhitë, për të dekoruar vendin dhe për të bërë muzikën më të mirë. Në fund, dansma u bë shumë e bukur dhe plotësim. Bariu mësoi se ndonjëherë, edhe kur duket se nuk ka zgjidhje, shokët e mirë janë aty për të ndihmuar. Faleminderit, zënë Brenda, faleminderit shumë, pra ju e dhatë mesazhin e fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Nuk e di nëse do të kishim dëshirë të diskutonim pak për këtë çështjen e prallave apo të lexonim edhe diçka, si ta propozoni ju. Unë besoj dhe t'isha të diskutimi. Po mirë, a janë prallat ende të rëndësishme në kohën e teknologjisë, për shembull? Unë kam fëmijë të vegjël dhe po flas unë e para. Po, Para gjithsesi. flas nga eksperjenca jeme personale që e kam prekshme çdo ditë. Në fakt unë që kur fëmija më kanë filluar me fol, jam marrë me prallat me to, përveç pjesës se u kam lexuar gjithmonë pralla sipas poshtë tyne, duke më nu me gjetë ato pralla që janë përshtatshme dhe për mesazhen, janë gjëra të bukura jetësme. Ju jepsha 3 element dhe këto do të ndërtonin fjali që kombinohen në pralla. Dhe për mua sado zhvillim teknologjik që ka ardhur apo që mund të vijë, rolin e prallave në gjykimin tim nuk mund ta zëvendësoj askush. Qoftë për mënyrën se si ta ofron një mesazh pozitiv, qoftë për mënyrën se si e trajton një personazh, qoftë ky një personazh pozitiv, një personazh kryesor apo një personazh ndihmë qoftë ai. Gjithashtu pralla lun shumë me elementet e befasisë, me elementet e të pamundurës, lun shumë me objektet magjike dhe Diderot thot njeriu thot për të mos e dekoraju komplet Zoti i dha 2 gjana. I dha gjumin edhe imagjinatën. Dhe përmes tyne, përmes kësaj imagjinate që vetëm prallat në arrin ta zhvillohet shumë, fëmia fillon të kupton më mirë botën e tij, por edhe gjithë projekcionin e së ardhmes vet mund ta baje edhe duke u bazuar tek imagjinata e prallave. Faleminderit zonja Angelina, siç duket edhe interneti tash e u qetësua pak sepse i dëgjoj prallat tona dhe ndoshta problematika dhe problemet ikën në gjumë. Zonja Brenda, çfarë do të shtonit ju në këto që pyetje që... Në fakt, unë çdo gjë që u folsonte ka qenë në vendin e duhur. Prallat kanë qenë janë dhe mbeten shumë të larmishme, të domosdoshme, sepse ato u shërbejnë fëmijëve që në moshë të vogël, ndoshta që 1 vjeç, 2 vjeç, që kur fillojnë të kuptojnë diçka. Bile për ta janë si një ushqim. Pasi i ban të qeshësh, i formon, i tërheq vëmendjen, sepse i kemi provuar vetë dikur kur gjyshja jonë ndjes pas na tregonte mbrëmjeve për ralla, për ne ishte na angazhonte, na fuste në punë. Ne gënjeheshim, sepse thoshte, unë do t'ju tregoj pralla sonte në qoftë se bëhet kjo punë. Dhe ne merrnim brak për ta mbaruar që gjyshja të kishte kohënirë na tregonte pralla mbrëmje. Tani jemi realist në këtë kohë kur interneti po e bën kasaphanën e vet, po a merr fëmijëve, po a merr të drejtat, sepse duke qenë edhe të pakujdesshëm në shumë raste, sepse përfshihen në telefona të ndryshëm, në video të ndryshme dhe ka momente që pralla edhe mund mos u hyjë në sy,
Dhe kjo vërtet është e papranueshme për mua si një ish mësuese apo edhe një shkrimtare që e di shumë mirë se çfarë duhet të sjellin fëmijëve, apo edhe një punojse që sot jam pranë fëmijëve dhe shifen. Unë bëj një balans mes asaj periudhe kur unë kam qenë mësuese dhe jo pak për 16 vite, dhe ti krahasosh me fëmijët e sotëm. Pra, këto pralla së pari duhet i lexojnë prindërit. Të edukohen, po e them në thojza, që ata të edukojnë fëmijët e tyre. Sepse për kulturën dhe edukatën që po marrim edhe si kom, ndoshta edhe në shkallë botërore, tash për botën është madhe për të folje, por e nevojshme të vëjhet dorë nga mësuesi, nga shkrimtari, nga prindi, pra një rrjet i gjerë që fëmijët tanë të edukohen në formën më të mirë të mundshme. Pa kulturë, pa formim, pa edukat, nuk e di se ku shkojmë, çfarë busulle do të kemi, cili do të jetë orientimi ynë. Unë e falenderoj Zysh Gjelën ose Angelinën, siç e ka emrin, që përmes programit saj që tashmë ajo identifikohet gjurmët e kombit në letërsi, histori, traditë e kulturë, na solli sonte në fushën e madhe të prrallave. Na e bëri jo vetëm orën të larmishme, por edhe kushto që i ka ndjek këtë podcast, besoj që do i shërbej është si një zë thirrjeje që i shërben për fëmijët, jo vetëm për fëmijët e tyre. Edhe ne që jemi të rritur, nuk kemi fëmijë të vegjël, kemi nevojë të lexojmë prrallat. E kujt do? Sepse brenda tyre ka edukat, ka formim, ka nxitje të vëmendjes për ta vënë në punë, për të kuptuar cila është e vërteta dhe cila nuk është e vërteta, cilën rrugë duhet të ndjekim. Kam edhe një pyetje këtu, zënë, brenda fillimisht për ju. A mund të zavendësohen ato nga filmat apo lojrat? Çdo gjë, zoti Gzem, çdo emision e ka vendin e vet. Por ne e kemi humb, e thash edhe më herët, e kemi humb paksa busullën. Nuk po dim, ndoshta edhe prindrit janë pak të zënë me punë, por fatkeqësia nuk është vetëm kjo, se kjo duhet të thënë fatmirësisht punojnë, se po punuan si ushqejnë ata fëmijë, por në kohën e lirë, në mbrëmje, ti lëm ata dreqin të fshin TikTokun nga FB-ja, nga telefoni dhe të merren me edukimin e fëmijëve. Fëmijët janë pasuria më e madhe që kanë. Vetëm kur një fëmijë, siç ka ndodhur në shkollat tona, në disa raste, që fëmia 16 vjeç ose 17 vjeç, therr shokun e vet, 14 vjeç, vetëm atëherë i vjen ndërmend se wow, unë pas një fëmijë që shikosh se çfarë më solli në shtëpi, çfarë problematike. Jo vetëm që ai fëmijë u bë kriminal, një herë për gjithmonë. Pra, vetëm atëherë na vjen ndërmend se fëmia im s'po mëson, fëmia im ka dalë nga rruga, nuk po kam çam i bën po. Po të mlidhen mësues nxënës e prindër, nuk ka se ku shkojnë pa qenë, sa mirë themi, dikur kemi qenë më të kulturuar, më të edukuar, kemi dëgjuar prindrit, kemi dëgjuar fëmijët, kemi dëgjuar, kishim frikë shoqes mamit, kishim frikë shokut babit, sepse do na shikonin rrugë duke vënë ndonjë punë të parë shumë të këndshme e do të tregonin prindërve. Kurse sot prindi thojnë, ka prind që i thotë, mos të ndjejnë për askan, ti bën çat dush, pra kjo është e pakëndshme sepse po ndërtojmë një shoqëri jashtë standardeve, jashtë niveleve njerëzore. Unë mendoj, prandaj e thash, falenderoj vërtet Zyrgjel se sonte na bëri që të dalim pak nga ato temat pak si standarde, të dalim pak jashtë standardit. Sepse këto biseda jo gjithkush i ka shumë qejf, se diku jam me bindur që ndonjëherë ka më thënë, me të na mërziten me këto prallat. Jo, nuk i kemi për vete se ne i kemi krijuar, i lexojmë, i kemi aty s'na prish punë. Çështja është që ne po organizojmë her pas here podcastet tona
për një shoqëri më të shëndetshme, për breza më të edukuar, më të formuar, për një Shqipëri më të bukur se këtë që e kemi. Pra kjo është një kërkesë që është për të gjithë. Po, zoti Gzem. Faleminderit, zone Pranda. Sigurisht edhe podcasti ynë ka këtë mision të shpërndaj sa më shumë kulturë dhe edukat, artë, letërsi dhe gjitha zhanret që e bëjnë njeriu në sotëm njeri të vërtetshëm. Zoni Angelina, keni për të shtuar ju diçka apo do të kalojmë edhe në ndonjë lexim të ndonjë prallë apo? Do të ndalim pak tek zëmi tyre me filmat dhe lojrat. Po. Unë nuk ashtrova pyetjen sepse pjesërisht e prekët prandaj e lash, por unë do të isha i lumtur që ju të përgjigjesh për këtë pyetje. Po. Unë i kam fëmijë të vegjël, 11 dhe 7 vjeç i kam dhe gjatë kohës që kanë kohën televizive të vetën këto një orë që do të shohin televizor, gjithmonë i udhëzoj që të shohin prallat televizor. Pra, edhe përdorin televizorin, por ama janë një gjuhë pralla, se është një program YouTube pralla shqip, ku janë shoqëruara me fjalë dhe me veprime prallat. Filmi është një zhë gjatë dhe pralla është shumë e përmbledhur. Lojrat elektronike nuk e kanë kur efektit tyne, përkundrazi, kanë vetëm efekt negativ, rrallë në një rast kanë efekt pozitiv, dhe s'mund të krahasohen asnjëherë me prallën si zhanër, sepse në prallë aty gjejmë gjithçka që ne mund të na udhëzoj, sepse unë prallën e shoh si manual për jetën. Transmeton një mesazh që e mira fiton gjithmonë. Pavarësisht se dikush mund të thotë që nuk duhet ai deliri i prallave të na mbështjell mendjen sepse kohët kanë ndryshuar, nuk është ajo bota e prallave botën reale. Po në fakt konflikti ndodh në pralla, ne kena edhe në jetën e përditshme. Dhe sado që të na lodhe ai konflikti ose këtë kuptimi a mos kuptimi me ato që bashkëpunojmë, bashkëprojmë, prapë se prapë ne të njëjtën zgjidhje gjejmë, si gjendet zgjidhja edhe në prallë. Në prallë kena një element të ndihmës gjithmonë. Edhe në jetën e përditshme mund të kemi një element të ndihmës, mund të jetë një personazh ndihmë që na ndihmon të kalojmë atë vështirësi. Unë do të doja 2-3 fjalë të them edhe vetë për çështjen e filmave dhe lojrave, sepse tani më nuk flitet për cenzurë, mirë po për autocenzurë apo vetë cenzurë tek filmat për fëmijë që atyre që u dedikohen. Dhe ndonjëherë këto filma sikur kanë edhe dhunë, dhe kjo prapje e dhunës ndoshta nganjëherë nga regjisorët apo mediat e ndryshme nuk cenzurohet, pra për mosha të caktuara dhe kësaj është një përhapje dhe ky është ndryshimi mes asaj që po themi, ndërsa tek prallat kalojnë nëpër duart të redaktorëve, recensentëve, lektorëve të ndryshëm dhe sigurisht ato pastaj edhe kufizohen pjesërisht që të kenë atë mesazhin e qartë për fëmijët dhe për botën e fëmijëve. Së dyti neve sonte lexuam pak pralla kryesisht për një moshë pak më të lartë, pra nuk patëm zgjedh qëllimisht pra për ato moshat e vogla sepse tani më është vonë, por deshëm ta bëjmë me dije pra kryesisht botës së të rriturve se çfarë të transmetohet atyre. Zone Pranda, nëse do të kishit ju të na lexonit prallat, na thoni diçka apo do të vazhdojmë më pak? 2 miushët dhe gjëmbat i trafik. Faleminderit. Në një botë të lidhur nga fijet e paradukshme të internetit, jetonin 2 mikesha miushe, Mila me madhja dhe Bela më e vogla. Ndodh se kur nuk kishin pirë kafe së bashku, zemrat e tyre flisnin një gjuhë. Miqësia e tyre virtuale ishte një lëmshiar, ku çdo hall dhe nevojë qahej me mirëkuptim dhe mbështetje të ndërsjellë. Por një ditë, si një flutur e ëmbël dhe e zonja, mes tyre u fut miushja lëzonjare Luna,
ajo hyri me aq ëmbëlsi sa të treja u mbuluan nga dashuria për njëra tjetrën. Mes i tyre u mbush me zëra plot ngjyra, por kjo magji nuk zgjati shumë. Në një nga ditët më të lumtura të Belës, Luna nxori kokën e saj të vërtet, duke treguar qëllimin e saj djallëzor, që kishte si synim prishjen e harmonisë. Menjëherë natyra rreth tyre sikur ndryshoi e ngjyrat ndryshuan në përkeqësimin e tyre. Mesazhet u kthyen thashë theme dhe miqësia e ëmbël u bë një burim përçarjeje. Mjushja më e pafajshme Bela, e cila më parë u kishte për mirë të dyjave, u gjëm në qendër të kësaj studie. Por ajo që u theu zemrën e saj ishte tradhtia e Milës. Mjushja e madhe Mila ju afrua Lunës dhe së bashku filluan të nxirrin ligësi për Belën e pafajshme. Bela, duke mos duruar dot më hipokrizin dhe lakmin e atyre që i konsideronte mike, u mbyll në vetvete. Kjo ishte mënyra e saj për të thënë: ju nuk vleni më në jetën time. Pasi pa me sy, miqtë e saj të përdornin si thashë theme, ajo mori vendimin e vështirë, lam të mirë nga ju. Mjushja Bela vazhdoi rrugën e saj zemërthyer, por e fortë, duke kuptuar se miqësia vërtet nuk qëndron tek fjalët e ëmbla, por në besnikëri dhe sinqeritet. Dhe kështu ajo mësoi se ndonjëherë largimi nga ata që të lëndojnë është dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetvetes. Mesazhi për radhës: miqësia virtuale mund të jetë e vërtetë, por ajo testohet nga zilia dhe ndikimi të tjerëve. Është më mirë të jesh vetëm, se sa në shoqërinë atyre që hipokrizin e shndërrojnë në tradhti, smir dhe xhelozi. Faleminderit. Faleminderit, zonja Brenda. Zonja Angelina, do na lexoni ju diçka? Do të ndalim pak tek prallat franceze. Pëlqejnë shumë, janë shumë e lidhur pas tyre sepse kanë fjalë pak e kuptim shumë. Po, sigurisht, La Fontaine quhet për prallat. Jo, nuk janë prallat La Fontaine, jo. Jo, nuk janë prallat e La Fontainit, janë pralla pa autor, këto janë të janë për Anton Paplekaj. Përkthimi është shumë i mirë. Ngritet një problematik tjetër për neve si autorë të librave, sepse përkthyesi duhet që secilës prallë t'i vënë edhe emrin poshtë, që të dinë se e kujt prallë është ajo, por gjithsesi kjo mbetet pra një çështje tjetër. Faleminderit shumë. Janë pralla popullore, pra autor, të kovrave shumë të hershme, dhe nuk ka se si të rije një vepër pa autorit, po të ashtu si prallat tona kombëtare, ashtu janë edhe ato. Unë kam vepër të atë Justin Rotës, Rreth Votres, është një vepër shumë e mirë të zëprejnë me ba një punim zëprejnë mbi këto. A i së pak i të prallat të kallëzime. Pra, ashtu si që Rreth Votres në lidhni nënat tona dhe në tregonin pralla, e nuk titullon pralla, po kallëzime. Do të marrë prallin Pikëlorja. Na ishin një herë dy ovërnjat që kishin shkuar në Panajë. Në kohën që do të ktheshin në shtëpi ata thatë, duhet të përgjithë për të ngrënë. Ata hynë në një tregtisë dhe thanë: thuam diçka që piqet shpejt. Merrni ca sardele, o tha shitësja, për t'i pjekur mjafton që të shohin zjarrin. Rrugës ovërnjatët kaluan pranë një ferme. Dera ishte mbyllur, por shihej zjarri që vezullonte në përbrimën e sqollit. Ata shkuan tek përbrim dhe i vajnë aty sardelet për t'i pjekur, duke i vënë në një mënyrë që të shihnin zjarrin. Pas një copë herë ata thanë: tani duhet të jenë pjekur, prandaj duhet të ha. Njëri nga ovërnjatët
I shpëtoi sardelja nga dora. Dhe shkanet nga tokë. Në vend të sardelës kapi një pikelore. Pikelore është një lloj zvatë. Që është e përafërt me sardelen. Kur e futi në gojë, ai tha bashkëpunëtarët, sardelja ime është ende gjatë. Ajo lëviz në gojë, gjoj si bën kuik-kuak. Kurse pikelores, të cilët e paleste sardelën, dhe i sa të duash kuik-kuak, ti do të përfundosh në bakë. Më pëlqejnë të prallat franceze se kanë edhe një farë rim të dy fjalive të fundit, është stilistike tyne në çdo prallë. Faleminderit, zonja Angelina. Zonja Brenda, po vazhdojmë apo po shkojmë drejt fundit të emisionit për t'i shpalosur mesazhet dhe pëlqimet? Sepse tani ka ikur edhe vorë. Vërtet, do kishim dëshirë të rrinim gjatë, por mundësia është e shkurtër pasi nesër jemi sërish për punë. Faleminderit. Vazhdojmë me leximet e komenteve duke i falenderuar të gjithë miqtanë që na kanë përcjell urime, përshëndetje, kanë qëndruar me ne, dikush në heshtje, dikush me pëlqime, por janë shumë të nderuar dhe paqin gjithmonë shëndete suksese. Boris Idia Shkoza, mirëmbrëma për ju drejtues të radios Sibilat e Veriut, mirëmbrëma për dëgjuesit, urime për emisionin. Miranda Trociderti, mbrëmja rrëgatuese Radio Sibilat e Veriut, dy moderatorët me shtëshmuar. Alma Gjela e Shkoza, mirëmbrëma, urime për emisionin e shumë dëgjuar, respekte për ju, drejtuesit e Radio Sibilat e Veriut. Ju falenderit shumë, ne jemi nga radha kaluar, jemi 3 moderator tashmë. Meri Kusi, përshëndetje të përzemër të urime emisionit, urime mika ime dashur brenda Kridia, urime miko jem fisnik poet Zimaj Geraj, urime suksese pa fund Sibilat e Veriut, Hasie Ramadani. Urime për emisionin të nderuar poet dhe shkrimtar të trojeve shqiptare brenda Sidia Gizimaj Geraj, suksese në këtë emision Sibilat e Veriut, në të cilën trajtoni temat ndryshme, artistike, veçanërisht për fëmijë e respekt. Ju falenderojmë përzemërsisht, ju urojmë shëndet, suksese, mbarësie, gjithçka të bukur. Falenderim zemre që ju gjithmonë jeni me ne. Jeni burim frymëzimi pa shtershëm. Më vjen keq që unë s'lexoj dot emrat. Po lexoj komentet nga njoftimi, edhe vërtet shumë faleminderit. Boris Idia Shkoza, fundjavë të këndshme për ju drejtues Radio Sibilat e Veriut, urime për emisionin të vlera kombëtare e kënaqësi, presim që ju dëgjojmë. Faleminderit. Miranda Trociderti, fundjavë të bukur e suksese, mbarësi dhe për ju mike poete. Fatmira Limani, urime suksese, respekt jush për emisionin. Faleminderit mike poete. Elizen Elvira, fundjavë të këndshme, suksese emisionit tuaj, respekt. Faleminderit edhe për ju mike poete. I kemi poetet rresh, faleminderit shumë. Asia Ramadani, suksese mbarësi për ju mike. Alma Gjela e Shkoza, fundjavë të bukur për ju, drejtues të emisionit Sibilat e Veriut, urime suksese emisionit tuaj, respekt. Respekt e mirënjohje mike poete. Laurita Molaj, urime për emisionin tuaj, kalofshi një mbrëmje sa më të bukur, respekt. Ju falenderoj përzemërsisht. Ajo që më ngroh është gjeografia e këtyre dëgjuesve që ndjekin podcastin ton, na përcjellin, na urojnë me fjalët më të bukura. Gjithashtu Radio Sibilat e Veriut janë gjithmonë këtu për ju, për kënaqësinë tuaj, pasi ju jeni kryefjala. Shumë faleminderit. Zonja Angelina? Faleminderit ju që keni pëlqyer, ju që keni dëgjuar në heshtje, Gzimaj Gera, Jesa Prebicka, Elizen Elvira, Hasie Ramadani, Tori Shkoza, Miranda Trociderti, Laureta Malaj, Fatmira Limani, Boris Idia Shkoza, Prek Shkoza, Alma Gjela Shkoza, Matilda Bambo, Ajredin Shala. Përzemërsisht falenderimet të gjithë ju miq që keni qëndruar pranë podcastit tonë dhe na jepni gjithmonë ndjesni të shkëlqyera për të ecë përpara.
me programet tona normal për kënaqësinë tuaj. Faleminderit. Faleminderit, zonja Brenda. Po, zonja Angelina. Përshëndesim edhe poeten. Angelina Peca i thot profesoresha Hasfie Ramadanin nga Tetova. E falenderojmë që kur nuk qëndron pa qenë në podcastin ton me përshëndetjet e saj. Ne gjejmë rastin ta përshëndesim, e urojmë për promovimin që u bëri librave të vllait saj, për gjithë kërkimet që ka bërë për to, për një punë voluminoze, por jo vetëm kaq, për një esencë e cila kam mbledhur në jo pak vite, por 27 vite me radhë. Bravo, shëndet e suksese Hasfie Ramadani. Po, zoti Gzim? Nuk di nëse do të më thoshte edhe diç zonja Angelina Pecaj rreth një emisioneve, rreth emisioneve që do të vinë rreth podcastit ton, apo edhe diçka të veçantë që ka ndarë për sonte. Magjia prallave në faktën mu më përfshin shumë dhe sikur mi s'kom të gjitha fjallet, sepse mendimi shkon direkt tek një personazh, tek një veprim, apo tek një mendimi është përfitës tua. Është, po. Respekt edhe për ju, Hasfie Ramadani. Faleminderit. Unë të thosha që ky podcast edhe mund të zgjerohet me në tematika prallash që flasin për bukurën, për drejtën, pa drejtën. Kështu që shpresojmë që në të ardhmen të bëjmë edhe diçka prapë më të bukur se sa kjo. Ne jemi të hapur dhe të lirë edhe për ide edhe për propozime. Në podcastet tona ka pas shumë të ftuar. Kemi trajtuar tema të ndryshme letrare, historike, festive, orë letrare, me qënë se më kujtua kjo edhe trecit në ndajnë nga dita botërore e librit, dhe do përpiqemi të kemi një orë letrare dhe ndajmë kënaqësi me njëri tjetrin përmes vargut të shkruar. Pra kush ka dëshirë në mesengjerin e radios Sibilave të Veriut të dërgojnë poezitë e tyre për datën 23 prill. Nëse do të na i përshëndetni dëgjuesit dhe mesazhin për emisionin e sonte. Zonja Brenda. Të nderuar dëgjues, shok, miq, shkrimtar, poet, cili do që ju sonte keni qëndruar në podcastin tonë. Faleminderit për kohën tuaj të vlefshme, faleminderit për urimet, për përshëndetjet, për pëlqimet, për gjithçka të bukur, një javë të shëndetshme, të suksesshme, gjithçka mbarësi për ju. Faleminderit zoti Gzim, faleminderit zonja Angelina. Zonja Angelina për ju. Dashur dëgjues, prallat janë më shumë se histori. Ata janë kujtime, janë mësime, janë një dritë në errësirën e parë të jetës. Në një botë që ndryshon çdo ditë, ndoshta ajo që duhet të ruajmë më së shumti është pikërisht kjo, aftësia për të ndëruar. Aftësia për të magjepsur një botë prallash, aftësia për të kuptuar dhe përshtuar mesazhet që ne na transmeton pralla. Dhe ju falenderoj shumë për kohën që na keni kushtuar, për gjithë komentet dhe pëlqimet. Ju uroj një natë sa më të mirë dhe mirë në emisionin e radhës. Faleminderit zonja Angelina, faleminderit zonja Brenda, miq të nderuar, siç e pata edhe ju, pra që ju që na ndoqët deri tani, emisioni ton i erdhi fundi. Urojmë një mbrëmje të bukur për ju, dhe urojmë që në të ardhmen na ndiqni me tema të kësaj natyre, kaq të bukur dhe kaq të ëmbël, që e ka botën e fëmijëve, pra me mesazhet tona që përcjellim, që ju pastaj ti përçoni më tej pra tek brezat e së ardhmes. Ju faleminderit edhe një herë, uroj që ky emision të ketë shërbyer të paktën të jetë një sensibilizim për ju të gjithë, që edhe kësaj problematike të i qasimi pak më tepër dhe të merremi pak më tepër, sepse do të ndryshe do të ndërtoni një shoqëri më të edukuar dhe më të ditur.
Faleminderit shumë, një mbrëmje të bukur, natën e mirë. Natën e mirë.